mëngjes. Drekën e ham me rena, hajnë tjetë e ungina. Shumë isha se si djersite nga unë vetë të mrina. Ore veç e lypi punën e puna sot më ik mu, pak malshojnë mjek rrëdhe pse mu. Mirë mbroma shikuesit nderuar të Prall me Tupan shihemi në emisionin e ardhshëm. Jo më t'ja nisim. Faleminderit që një orë thonë dhe publikin nderuar nga Universiteti Fama dhe nga Mushtishti Sora Legës. Një duar turkitje. Nuk pas kanë faj këta në politikë se fërtoja mirë por e kam. I falenderojmë ata që na i dhojnë parat me mbajtje emisionin. Sponsorin kryesor Universiteti Majman Kosovë Privat Fama me degët në Prishtinë, Gjilan, Mitrovica dhe Prizren. Maturant të nderuar, Fama e ka dyert e hapura tani me për ju. Sponsori tjetër është kompania më e madhe betonit në Lipjan, Dino. Faleminderit shumë Dino. Sponsori tjetër është ai që na i mobilon shtëpit tona me mobileria më e madhe në Kosovë, mobileria Bini. Faleminderit Bini. Shkojmë me sponsorin tjetër i cili është restoranti më i mirë në Prishtinë, Mondial Park, afër Prishtinës në Slatin. Faleminderit shumë Mondial. Si dhe një ndër sponsorët tonë kryesor ujë natyral dhe me gaz, ujë prodhimendor Grand. I falenderojmë shumë gjithashtu ata që na bojnë të disponueshëm Shqipëri Kelmendi dhe Bendi Explorer nga Gjilani. Faleminderit shumë. Ne pa humbur as një sekond kohë fillojmë me fushatën elektorale. Për të hapë këtë fushat, e ftojmë Starabojën në skinë. Shikim të këndshëm. Faleminderit. Përshëndetje. Unë erdha këtu që ta bëj prezentimin e parë të partisë më të re këtë SHLJ-s. Ky emër nuk kupton bashkimin e trojëve shqiptare, që edhe do ta bëj unë, si kryetari partisë më së re, unë do ta bëj. Unë, si kryetari i parë, i partisë më së re, po ju prezentoj platformën e partisë. Ne, si parti, do ta qelim një fabrikë kundër korrupsionit. Ne, se gjitha partitë po japin këto premtime, po kërkush sasena. Unë, si kryetar i pavarur, ta qeli fabrikën e liberalizimit vizave. Që dhe udhëtime do t'i keni falas kudo që shkoni. Ne, si parti, do të qelim fabrikat që të pënsojmë njerëzit, që ko me pas pun e veç a punoni, ama jam e lon e shpirtin pun. Ne do të qelim fabrika të poreve, që 100 euro kushton 1 euro. Që do me thonë këtu falsifikime nuk ka. Unë i premtoj që nëse unë e marrë pushtetin në dorë,
pagat do të trefishohen. Rrymo nuk do të paguni, se do të qeni një fabrikë të rrymës, që komunikon me bateria. Do të qeni një fabrikë që kini mu lo, jo një herë në ditë, po 2 herë, 3 herë, 5 herë, sa do një vresa, do një kini mu lo, mu shpërloj veç, ko me kënuq, i lumi Allah ko me kënuq. Për pensionistat, që do ta qeni një fabrikë e dëbarnja për pensionista. Se ata sasena, që edhe aty në pensionet ma nënkuptuhet. Do ta qeni edhe një fabrikë dëbonjës, se ka nevoj për punë traumatizit e smunjeve të tjera se edhe në pigujve kërqysh, si o me që do avancojmë këtë farë pune. Do të qelim e një fabrikë studentave, që konviktet, rrugën, e shymen, do t'i kenë falas. Po, edhe provimet, nëse nuk mund t'i japin, ne do t'jav kryejnë. Se le më mësusave, mjekve që ke... Ua, ko me kënoj me i lumi, Allah, ko me kënoj. E shkojmë me pikën në radhë. Se i përket kulturës, ne do të qelim një fabrikë të kulturës, që do të shpërndajmë kulturë. Folas. E do me thonë papages. Se i përket sportit, për sportistët, unë do të qeni një fabrikë e sportistëve të futbolerave që me shleperave ku ju pru topa, që e veqa lujnë, a e në zëtë me lujnë. E do të qeli për e njën, për juve e kom fjallën, një fabrik e diskotekave, që komi miksirat aty që diri sa të goksitin, e veç... Edhe do të qeli një fabrik premtimeve. Po ju thëmë të ndëruar, mësafir, mirë se kini orë, po ju thëmë që votone partinë më të re, votone KQLS-ën me numrin 0. Staraboja. Faleminderit. Asajde, për një piano. Asajde. Njeko ka? Hajde. Po shkojmë asi. Miru pofshim. Mëre. Se valoro, para,
Ushi, ekosja, ros, me të shkeri. Bravo! Syltaj, bravo! Bravo, qashtu, ma shumë. Lut. Si. Shka e gjithë të shishe këtu pash, zotin. Tonat janë kësi kjenë. E nga gati. Mojën e qëto. Mama. A jemi gati? Për. Shkojmë. Të nderuar qytetar të Republikës së Kosovës, të nderuar politikan vendor dhe bipolar, ndërkombëtar, të nderuar analist kikirikë, politik, të nderuar bashkëluftëtarë në luftën për liri. Ti zënja dinte, a ke luftu ti pambama? Kam luftuar pam se që keme të. Kësi, a ke posë kësi kalash, apo puëshk? Kom pas Gulinov, lutë edhe më së më shërdo, hajde vazhdojmë. Të nderuar punëtor krahu dhe punëtor lastikë, fizikë, të nderuar karamel, të nderuar dembelë, edhe pak ditë në ndajnë nga dita e votimeve. Andaj vi me një kompirthatë, me një komunikatë, të përcjellim situatën politike, të silleni si qytetar evropianë, të bëjmë kunatën, fushatën, ashtu si e donë Blendi dhe Luigi, Rendi dhe Liqi. Kosova duhet patjetër lutet, çka duhet Kosova qëtu? Kosova? Po. Kosova duhet të fut sa ma shumë golla ndaj miqësorëve se na mytë. Kosova duhet të futë golla sa më shumë në loje miqësore, por nuk duhet të largohemi nga fushata. Lutë më ka tërë. Mirë. Qytetar të nderuar, fillimisht partitë klinike, politike, do të shprehin programin elektorale. Simbas klishit të qendror të sjelljeve. Këshilli qendror i zgjidhjeve. Po, simbas KQY-zit, fushata do të zgjasë një javë. Gjatë kësaj kërpudhe, po, gjatë kësaj periudhe, partit elektrike, politike, do të kenë mundësi të paraleshin paraqesin në programin e tyre drejtues. Luta ma pak se më ka tërë. Pak më ka tërë fyti. Pa. Maje tash. Qashtu. Ju bëj thirrje popull i rasur, i pasur.
i dashur që të mos paragjykoni, por të dilni dhe të kryeni obligimin e juaj vokal, moral. Pra vola, pula, i lete, pete, e tirë dhe derdonatike. Pro, vëta juaj letë jetë lirë dhe derdonatike. Demokratike luta dhe mësoju me folë. Pra ne si popull me këto zgjedhje, leti të tregojmë botës se Kosova është e gatshme dhe në rrugë të drejtë bashkimit për Deçan. Evropian. Ju premtoj se në këto zgjedhje të lira dhe demokratike do të zbutet papunësia. Të më thonë të presidente punë ma paka. 4 orë. Pra do të... Po dhe 4 orë, po hajtë shumë lutë. Pra do të zbutet korupcioni i cili me vitet e tana në ka plu dhe është në prezencë të madhe në të gjithë vendin. Do të punoj personalisht në çështjen e holukacionit, stikisionit, misisionit, lisisionit, virtisionit, lukisionit, pshurisionit, saksafonit, Berlusconit, Fergusonit dhe korupcionit. Luta ma veç pak se më ka tjerë. Po i kom besim dhe ma hej, ma nuk ka ti. O, ti hej, i kom qitë. E pas ke sartu diqka. Qësh? Pra, zotohem se do të preptoj... Dente, më, hej, E kam qitë në ved, lut. Dente, loqka, hej, dente, qu! Dente. Say hello to people. Say hello to people, dente. Qu, ke pi ben se din kom qita të, hej. Ke pi ben se s'ma qit ke. Se s'ma qit ke. Mu nuk ma qit ke. Jo, mu nuk ma qit ke. Oj, hikmet, shtreja venin, hec. Oj, hikmet, shtreja venin, hec. Ne, tu knina. Që një shkollë pa dup, mashallah. Dup, mashallah. Që të tjetërën? Përta. Hikmet. Merma. Oh, bre. Ja, går det på meg? Ja. Veste, det er Roma. Knena bedre. Në shëntua kur që të vini dhe veni të shi sa rrit të puturat që mi fale dhe jetën që ma moreti do shta diku në vjeshtën e shëntua kur që të vini dhe veni të shi sa rrit të puturat që mi fale dhe jetën që ma more ti Kthehu pra si engjëll cilja ke unë Pra po e dashura ime
vrapo dhe janë qirin timo. Kthehu pra, si e nxull qjelja ke una, vrapo e dashura ime, vrapo dhe janë qirin ti. Kontrat vleta, kur jep një pesë njeri tjetri, se s'do të ndahemi për jetë, imi do t'jesh për gjithni. Kujtoj takimet tona kontrat vleta, kur jep një pesë njeri tjetri, se s'do të ndahemi për jetë, do t'jesh për gjithni. Kthehu pra, si e nxull qjelja ke una, vrapo e dashura ime, vrapo dhe janë qirin timo. Kthehu pra, si e nxull qjelja ke una, vrapo e dashura ime, vrapo dhe janë qirin. Shikues dhe televizikues të nderuar, jemi në pjesën me mysafir. Të ftuar sonte në studio janë 2 profesorë dhe një analist politik. Çka do të flasim sonte është fushata elektorale dhe programet ekonomike të partive politike. Ta shohim se cila parti ka programin e kapshëm dhe cilat pa kapshëm, cila më të mirë, cila jo më të mirë, cila me votu dhe cila mos me votu. E ftoj mysafirin e parë person të profesor doktor Besnik Kasniqi. Hajde profesor, mirë mama, mirë se erdhe. Urdhëre. Mysafiri dytë person është gjithashtu profesor nga Universiteti Fama, profesor Bekim Marmullaku. Hajde profesori Bekim, mirë mama dhe mirë se erdhe. Urdhëre. Si dhe afër meje këtu ka me qenë një analist dhe një publicist politik, zotri Fadil Lepaja. Hajde Fadil. Mirë mama dhe mirë se erdhe. Si je? Në cilën dush zgjedh para zgjedhjeve vjena. Ulo. Fillojna mas pole me uj, unë e për mati uj për veti, shtu peqeli, i sponsorit tonë grand, profesor Urno, Fadil Urnoni, mirë mrama dhe mirë se erdhe. Profesor Besnik, mirë mrama. Profesor Bekim, mirë mrama. Fadil, mirë mrama, mirë se erdhe. Jemi në prag të zgjedhjeve, sot një javë, dhe me thonë Kosova voton për zgjedhjet parlamentare. E kemi pas që partit politike kanë fillu premtimet që 2 muaj para, po tash në kohën e fundit kanë intensifiku. Profesor, si pishoni ju zgjedhjet dhe programet ekonomike të partive politike në Kosovë? Po shikoni, këtë fushatë karakterizon kryesisht brenga për ekonominë, dhe si duket edhe partitë politike në një farë mënyrë kanë përshtat këtij trendi që është duke ndodhur dhe interesimit qytetarëve për punësim dhe zhvillim. Megjithatë, qytetari në Kosovë në masë saktuar është paksa i hutuar për premtimeve të shumta, të cilat nganjëherë janë jashtë çdo logjike ekonomike, sepse ne kemi premtimet duke fillu prej 200.000 vendeve pune, deri te hapja fabrikave ndryshme, paga mesatare në 1.000 euro, që për një ekonomist është jashtë ndonjë logjike dhe nuk është e pakapshme. Edhe në këtë lloj situate, kur të analizojmë edhe fushatat, spektaklet që po organizohen, faktikisht është që është një shpërputhje mes asaj çka është ndodhur, asaj që prezantohet edhe jetës reale të qytetarit Kosovës. Mirë, por një gjë është pozitive që është duke u folur për ekonominë, edhe disa gjëra të cilat kanë qenë shqetësimi më hershëm, veç pothuajse janë anashkaluar dhe po shpresoj që të paktën të diskutohet më shumë për këtë çështje që Profesor Bekim, profesor Besnik e përmendit që janë të rritura pak shifra të punësimit dhe edhe të mundësisë të kryes të këtyre punëve sipas premtimeve elektorale. A është e kapshme që në Kosovë të bëhet ky të realizohet ky premtim që po bëhet në këtë fushatë? E përmendi profesori, tha që njëna parti po thotë 200.000, tjetra 150.000, tjetra rrogën 1.000 euro. A është e mundshme me këtë buxhet që kemi na? Absolutisht jo.
Nuk është e mundshme. Asë një logjik ekonomike, asë realiste, nuk i ka këto shifra. Pse për shembull, profesor Bekim? Sepse gjitha kalkulimet nuk japin mundësi që për një periudhë 4 vjeçare të punësohen 200.000 njerëz. Sot rritja ekonomike e Kosovës është dikon 2.5%. Nëse kish pas një trend rritjes ekonomike për 4 vjet e ardhshme, ato duhet me qenë parafërsisht 20% vetë, që Kina në ditë më të mira i ka pas 10%. Nuk e di ka vjen, kalon kufit e fantashkencës kjo rritje ekonomike, është e pa njohur në historinë e njerëzimit, nuk e di ka vinë këta lider deri këto shifra, si duket po shfrytëzojnë mjerimin social të popullatës, njerëzit kur janë në situata vështira sociale dëshirojnë të besojnë edhe të pamundunën. Fushat elektorale, them, ndoshta në kuptimin më të butë pas skrupull, lidhur me njerëzit, me hallet e njerëzve, për një 200.000 vende të reja të punës, duhen spaku 2.000 biznese aktive me 100 punëtorë. Me balla kiva për deke me le të kenë pushtet, njëna 200.000, njëna 150.000, që bën 350.000 vende të punës. A ka mundësi? Profesor? Jo, ata janë një pushtet, nuk po di. Jo, nëse dy programe të bëhen bashkë. Po megjithatë është një pushtet. Po nuk janë dy pushtete të ndara. Dy programe në vet. Jo, nuk është një ekonomi, një vend, një shtet, një popull. Në një territor me 11.000 km2, me 2 milion banor, 200.000 vende të reja të punës. Këto vende të punës, profesor, kemi në kapacitet në Kosovë, mërna një mandat e 4 vjeçar. Me këto trende zhvillimit, me logjikën e shnosh. Me këto trende zhvillimit deri tash, për periudhën 4 vjeçare po pyesni, apo për një vit. Diku 7 deri në 8.000 njerëz në vit, maksimalisht mund me kriju vende të reja të punës. Vende të reja të punës qëndrueshme. Se nëse dikush atje për liderëve të partive politike mendon që vendi punës i ri është me vlerë rrosh një muaj ditë, unë nuk e quaj ato vend punës. Unë po mendoj që fjala për vende të qëndrueshme të punës. Atëherë me këtë rritje ekonomike, me këtë GDP që ora ka Kosova, 7 deri në 8.000 vende të reja të punës në vit. Mund mu kriju. Që do të thonë për 4 vite 30.000 vende të punës. 30 deri në 40.000 vende të reja të punës, ky është trendi i zhvillimit sot. Me një qeverisje të mirë mundet me urrit edhe një shkallë më të madhe, po supozojmë që edhe 100% rritja ekonomike, dikon 5%, asnjë shifër nuk e ka as 100.000, as 150.000, as 200.000. Fadil, si po ta vërmajnë ty për këtë fushat edhe për premtimet e partive politike në Kosovë? Tash në fakt, unë ja këtë po s'moj mu pajtu me profesorën, se nëse s'ka logjik ekonomike, të na ka logjik politike. Për shembull? Po, tash punësimi është i mundshëm, gjithmonë është i mundshëm. Deri sa vena për shembull? Sidomos nëse vazhdon këtë qeveri si ka me qenë plotësisht i mundshëm. Derisa të harxojnë fondet që i kemi kursye, do të jetë i mundshëm. Domethënë, për një vend punë do t'i punësojmë ka 4-5 vjet. Domethënë mendimi yt ose nëse vazhdon këtë qeveri, e ke fjalën për PDK-n për shtet. Ka më shku deri në 200 milion i të punësuarve. Shkon. A je ekonomist me profesion? Si jam ekonomist, po merrna me politikë. Nuk jem të folë për ekonomi, po jem të folë për politikë. Po nëse nuk i kalkulon, profesor, unë në rëmeston se bashkë kam qenë me një. Kosovë parafërsisht tregun e punës hinë dikon deri prej 25.000 deri në 30.000. Nuk kena dhona eksakte, sa kjo është edhe një për problemeve tjera të qeverisjes. Dhe parafërsisht dikon 5.000 deri në 6.000 dalin pension, largohen nga tregu aktive fuqisë punëtore. Realisht i bjen që neve çdo vetë dikon mbi 22.000 deri 25.000 apo edhe më shumë kanë mjështu tregut punës. Tash ndoshta logjika dhe strategjia më e mirë në qeverie tashme kishte më qenë qysh me absorbu këtë shtesën e re që i shtohet vazhdimisht tregut të punës. Po ku është problemi edhe pse nuk ka mundësi mu realizu krejt këtu. Nëse diskutojna për këtë 200.000 që e ngriti Fadili, 150 ofër janë. Është cilin numër ta kapim një ato. Ma Normania. 50.000 e bën diferencë bagjet madhe, nurma. E kishin rritë edhe më shumë. Mirë, problemi është se si ka mu gjeneru rritja ekonomike. Në Kosovë përmendëm që është 2% ka rapi 4% Më thonë është një rritje ekonomike, po ka gjeneru kjo rritje ekonomike. Kjo rritje ekonomike kryesisht ka ardhur si rezultat të investimeve në sektorin publik. Ne duhet mu mundu për me kriju një sektor privat të qëndrueshëm. Dhe rritja ekonomike me qenë rritje ekonomike të qëndrueshme. Çka në kupton kjo?
që vendi për një periudhë caktuar kohore me pas rritje të vazhdueshme, me një trend shembull 4-5 deri në 7% unë konsideroj që pse ekonomi private kur është shteti privat? Pse biznes privat kur politika o biznesi kryesor këtë vend edhe gjeneron parat mjaftueshme për klasën politike, pse ata me shkatru bazën mbi të cilën janë ngrit edhe me ndërtu diçka që i rrezon për pushtetin. Një studim që është bërë nga një institut me renome e nxjerr sektorin privat si me një performancë shumë dopt, ku dikon 30% të firma, ma pak se 30% kanë tregu që kanë performancë pozitive. Dhe çka është interesante që këto 30% të firmave që kanë performancë të mirë në biznes kanë lidhje me qeverinë. Dhe nëse i kthejmë kryesisht investimeve kapitale ose përmes tenderave qeveria si publiko-privat me shtet. Edhe kjo është tani shqetësuese. Domethënë edhe kjo rritje e vogël ekonomike që ka qenë nuk kanë përfituar krejt qytetarët e Kosovës, kanë përfituar grupe të caktuara që kanë qenë përreth qeverisë ose që kanë shfrytzuar. Ka pasur grupe të afërta me qeverinë që e kanë. Normalisht ne e dimë që është situata në vend ku korrupsioni është nivelin shumë të lartë, se ne ndoshta do të kthehemi edhe kësaj teme si lidhur me mjedisin e biznesit. Pa i pas institucionet cilat ju besojnë sektori privat, nuk ka investime. Kosovë është të ndodhë një fenomen jashtëzakonisht shumë i keq, që edhe për kundër mundësive për mu rrit firmat, e kanë shancat, e kanë mundësit, ato janë duke u bërë ma konservative pikrisht për arsye që nuk i besojnë më këti mjedisi. Edhe kjo është problemi, sa mundet me gjeneru, është pak probleme përgjigje çfarë do ekonomisti, për arsye se varet prej cilësisë qeverisjes. Nëse ne kemi një qeverisje tashme që është e përgjeshme, që fillon dal nga dal me eliminu korrupsionin, krimin organizuar, mafian, me funksionu gjykatat si duhet, me bo kostën e bërjes biznesit letë, me ndryshu imazhi i Kosovës tek investitor të jashtëm, besoj që në vitin e parë, tek vitin e 2-3 kanë me fillu më rikthy investimet edhe mundet më bo diçka më. Profesor Bekim, a ka klim të mirë për zhvillim të biznese private edhe politikat fiskale janë të përshtatshme për biznese? Jo, politika fiskale nuk janë absolutisht përshtatshme. Mendoj që edhe në Kosovë edhe në vendet regionit me një nivel tillë zhvillimit ekonomik, tatimi duhet jetë proporcional, jo takse e shesht. Sa i përket investimeve të huaja direkte, si tha dhe profesori, për Kosovë duhet të jenë favore tjera, edhe të lehtësirat fiskale, edhe të ato doganore, duhet krijon kushte edhe motive. Çka do të bëjë prof në qeveri për këtë biznes? Qeveria pikës pari, edhe partitë politike që po proklamojnë rritjen e numrit punëtorëve, qeveria nuk shtin punë të njerëz në punë. Ose spaku nuk duhet jetë ky koncepti. Ne punësojmë kaq njerëz ose ne krijojmë kaq vende të punës. Unë nuk e di çu krijon një qeveri në një ekonomi tregut, në një treg bashkëkohor, çu krijon vende të punës. Nuk quhet krijimi i vendeve të punës punë nëpër sektor publik. Shqipëria duhet qeveria duhet moderoj zhvillimin e bizneseve, duhet krijoj kushte për zhvillim, duhet, nëse flasim specifikisht për Kosovën, duhet krijoj kushte për mbrojtjen e produktit vendor, duhet stimuloj prodhimtarinë vendore në Kosovë me afru pak bilancin tregtar, 19% import me 10% eksport, është i tmerrshëm, praktikisht na jemi popull konsumus shumë ma shumë se sa prodhus. Këto janë ato pjesë të politikave, cilë duhet fokusohet qeveria. Krijojmë kaq vende të punës, unë nuk e kuptoj konceptin çysh krijohen vendet e punës për qeverisë. Si përshëti programin e partive politike në Kosovë? A është program premtues, a ka mundësi për më realizu? Premtime ka dhe realizimet të i bojnë, dhe kanë menuar. Janë 1 miliard e gjysmë fonde të pritë dhe i bojnë. Sa janë të fonde? Sa të këtë fonde do të ndodhë, po do të doja diçka tjetër. Po. Në kohën e Katerinës Smodhe në Rusi ka qenë fenomeni i njohur, fenomeni i fshatit Potemkin. Ai ishte një model i fshatit të zhvilluar, i cili ishte në fakt vetëm fasadë dhe ishte ngritur vetëm për ta parë për andresha kur të kalon afër. Fatkeqësisht shpesh edhe ky vend i yni, ky shtet i yni po zonë shtet Potemkin, i ngritur si një model i suksesit pa një përmbajtje ekonomike reale dhe që jeton nga fonde që veç Zoti di prej ka vinë shpesher. Ka vinë këto fonde sipas teje? Ka vinë tash
ndoshta jap edhe u leksin ai përgjigje, ndoshta japin edhe prokurorët kur zgjon për gjumi, po në esencë pjesa më e madhe edhe shpesh edhe ka parë zeza që tregtonin këtu? Po do më dalë tjetër kun. Hajde. Në kohën e vitet e fundit socializmit, ka qenë një orë fenomeni i firmës shumë suksesme, kompanisë shumë suksesme Trami Sadiku, ku për një vend pune kanë punua 5 punëtorë ose 6, kur e ka kërkuar shefi një gosht, 5 punëtorë në qunë kohë me shumë vullnet më punua dhe kanë qunë një gosht. Do të thotë, shteti ka udhëheq politikë sociale, në fakt ka punësua njerëz edhe ka harxhu ato fonde që i ka pas. Edhe kjo qeverisë që në fakt është të botetin gjohë. Ta marrëm edhe këtë mandat, se në fundit politika është biznesi më i suksesshëm të ne, qarkullon pjesën më të madhe të parave, politika i jep tenderat, politika i aprovon projektet, domethënë politika është kompania më e suksesshme. Kjo oligarki që ato udhëheq këtë vend, tash është kompania më e suksesshme këtë vend dhe nuk ka çudi që askush nuk vjen me investu këtu te na, se po të veshin ata këtu, me siguri nuk e kishin lejuar që ky vend të jetë veç fasadë. Ata dëshirojnë kushte reale për biznes, vinë për me fitue dhe nuk kishin me orë për me fitue dikush tjetër një klasë politike, po kishin orë për me fitue vetë. Dhe kjo fatkeqësisht është kështu që është. Profesor Besnik, ku duhet të fokusohet më shumë parti politike? Në cilin sektor të bizneseve apo në cilin sektor të ekonomisë? Definitivist në sektorin privat. Pa i kriju hapësirë sektorit privat nuk ka perspektivë Kosova dhe zhvillimi ekonomik i Kosovës. Një prej fushave që konsiderohet si sektor strategjik është definitivisht shërbimet me vlerë të shtuar. Kosova ka këtë potencial. Ne jemi dëshmitar që shumë kompani të suksesshme, cilat kanë eksportu shërbime në tregun ndërkombëtar, edhe në këtë situatë ku i përmendëm ato politikat jo adekuate, fiskale, doganore, po marrë vetëm një shembull një kompanisë Trecis, e cila ka arrit me punësu mbi 150 punëtorë dhe ka eksportu me qindra miliona shërbime në Amerikë, Anglinë, vendet e Bashkimit Evropian. Do me thonë në tregje ku është një konkurrencë shumë e fortë. Kjo do të thotë diçka dhe është një lajm i mirë për Kosovën, që ka kompani që ka mundësi me kriju këtë aftësi konkurruese, por në anën tjetër kemi një situatë kur kjo kompani dënohet prej në mënyrë jo të drejtë prej autoriteteve të administratës tatimore për arsye tjera dhe tash kjo është duke rikonsideru vendimin e saj nëse me vendos këtë kompani në Maqedoni apo me zhvendos krejt në Indi. Nëse partitë politike fillojnë me i korrigju këto defekte që i kemi në kuadrë të kërnizës ligjore dhe pakës fiskale në përgjithësi krejt, atëherë besoj që ka mishtu aftësitë konkurruese. Se për momentin, për shembull, nëse një student don me blen një laptop, ai do të më shku në Maqedoni se e blen ja 20% më lirë. Dhe tash këtu politikat fiskale dhe doganore janë të kushzuar, nëse do të më zhvillu, do të më përkra këtë sektor. Po fakti që edhe nëse me këto politika jo adekuate, kena nxjerr kompani që janë të suksesshme në tregun ndërkombëtar, kjo nënkupton që nëse qeverisja e mirë e krijon një mjedis dhe më të përshtatshëm, unë jam shumë optimist që ky ka me qenë prej sektorëve që ka me të rritur. Profesor Bekim, kthehemi te partitë politike dhe programet tyre. Cila nga këto parti kanë programin më të kapshëm për ekonominë që ju e njihni si shkencë? Edhe më të jetën për aplikim në vendin tonë, normalisht. Partitë politike, spaku deklarativisht, kanë nga një profil. Djatha ose majta, qendra, qendra, djathë. Çuditërisht, partitë që janë deklaruar që si djatha, proklamojnë për politika sociale, ose një ekonomi që ka më shumë ekonomi e komanduar e dirigjuar nga shteti, që nuk është në profilin e partive të djatha, ndërsa partitë e majta, ose relativisht majta, s'paku sa kum pa unë, minimumi asaj për cilën unë muj me kriju simpati në këtë fushat zgjedhore është që nuk japin premtimet më dha. Nuk i kanë këto shifrat, sikur partitë e djatha, ose të spaku deklaruara të djatha, me punësim ose me zhvillim ekonomik. Me parë pyet me ta bësh një përgjigje çka duhet kriju, çfarë kushte duhet kriju për me pas më shumë investime të huaja ose zhvillim të ndërmarrje. Kushti ose parakushti i domosdoshëm është korrupsioni, largimi i korrupsionit që asnjë investitor i huaj ose asnjë ndërmarrje qoftë edhe vendore nuk mundet me mbijetuar në rrethana kur duhet jepet edhe në mënyra tjera për grupet ndryshme të interesit. Pastaj krijimi që thash i politikave fiskale dhe lehtësirave doganore, eliminimi i ekonomisë informale
A ka profesor ekonomi shumë i formale në vendin tonë? Edhe pse po ata e punë? Tash du një statistikë që e tha qeveria, ministri po mdukut, ministri i ekonomisë, që dikun 30% e bizneseve që operojnë në Kosovë operojnë me informalitet. Kush duhet profesor më morë me këtë punë? Shteti. Sektori konkret që du më morë me këtë punë? Administrata tatimore, Ministria e Ekonomisë, kryesisht administrata tatimore është ajo që duhet i kontrolloj dhe t'i legalizoj këto biznese. Këtë mënyrë, edhe mbushet buxheti i Kosovës, edhe njerëz që punojnë për ekonomi informale mund të deklarohen si të punësuar, ndoshta këtu dhe kanë kalkuluar një numër të punëtorëve, ku e diun në 200.000 e pamshëm, llogaritin që me i legalizu në një formë. Sektorët ku duhet zhvillohet ekonomia e Kosovës, mendoj unë, profesori përmeni disa, është agrobiznesit dhe energjetika. Duhet shfrytzu maksimalisht resurset natyrore spaku që i ka Kosovë. A ka mundësi, profesor, për me bën një termocentral për shembull 3? Për një mëdhet 4 vjeçare. Termocentral 3 ka dhe ka pas mundësi me bëhë gjithmonë. Nuk e di unë arsyet pse nuk janë bëhë. Kosova është e para në Evropë në gjën me resurse të linjitit. Pikpyetja është me çfarë kapaciteti me bëhë. Këto janë dilemat e mëdha. Tash projektet e reja janë 2 herë ka 300, 2 termocentrale me 300 MWh, cilat ndoshta mjaftojnë për tregun e Kosovës. Po është një mundësi e humbur, sepse Kosova edhe mund të jetë eksporti më i madh i energjisë elektrike në rajon. Nismës për Kosovën javën e kaluar më ka thënë që nëse vjen pushtet për një mandat 4 vjeçar e kemi një termocentral 3. A ka mundësi me bën për 4 vjet për shemb? Për 4 vjet, me këto kapacitete 2 herë ka 300 po. Bëhet. Po. Bëhet, një termocentral i ri, është teknologjia e re, po për 4 vjet nëse ka vullnet mirë dhe ka fonde, po besoj se kjo do të bëhet me në formë partneritetit publiko-privat ose me investitorë të huaj, nuk besoj që ndërmarrjet kosovare kanë fuqinë ekonomike me kriju ose mund spaku partner me qenë në drejtim, po një termocentral i ri mund bëhet për një mandat. Fadil, apo na tregon pak se ti e përcjell shumë mirë këtë fushatën e partive politike. Si po ta përmendja për fundin e zgjedhjeve? Sa një javë që kemi. Pak me çështjen e termocentraleve, pasi që edhe një pjesë e karrierës time ka pas të bëjë me energjetikën. Shka të ka puna, ati në mërë tha, ekonomist nuk jam, tash dhe më përrim të për ekonomi. Fadil? Kam punuar në kek një periudhë. A ti më ke këput, ka herë që visha? Po, Fadil, në fakt? Unë mendoj që çështja nuk shtrohet çështja është e mundshme apo jo për 3 ose 4 vite të ndërtohet një termocentral. Unë mendoj se a do të jetë aftë qeverisja e re t'i bëj boll monopolive energjetike në region. Se kapacitetet energjetike në region ndërtohen bos nevojave reale dhe ndërtohen me disa marrëveshje, jo vetëm të mbrëmshme, po edhe të jashtme. Me sa di na jemi të rrim hala. Me këtë çështje. Unë mendoj që nuk ka qenë krejt foja dhe krejt problemi ka qenë aty se ata që kanë monopolin e energjisë elektrike në Ballkan kanë pas fuqi me ndikuar në këtë drejtim edhe në Kosovë dhe në Shqipëri. Kush janë këta për shembull? Po janë kompani që në fakt ato janë kompani të regjistruara në disa janë Londër, ajo që është më fuqishmja. Dhe ata kanë ndikuar fuqishëm, madje ata kanë penguar edhe këtë transmisionin Kosovë-Shqipëri, e kanë penguar lidhjen energjetike mes Kosovës dhe Shqipërisë, dhe kjo në fakt ka krijuar një pjesë të pengesa për këto plane që ju po e thoni. Se lidhja energjetike Kosovë-Shqipëri e dobëson monopolin serb energjetik në rajon. Edhe kjo ka qenë përpos luftë ekonomike, ka qenë edhe politike dhe në shumë fusha ka marrë dimensione të tjera të cilat shpeshherë kanë qenë jashtë asaj që është legale dhe. Mos ka ndonjë efekt politik si na halojmë pa një termocentral 3 për shembull. Mos ka pas një problem politik për shembull. Po është problem politik, thash edhe më herët që ka pas faktorë që kanë ndikuar që Kosova të mos ketë kapacitet. Cil faktor për shembull? Fola për monopolet energjetike, fola për fuqinë politike të Mos e ka thënë dikush s'përmojmë hala se kemi nevojë hala me ble. Po duhet me ble, se në fundit janë kontrata. Pekohet e blemërimën na Fadil. Pekohet e blemërimën na Fadil. Këto kur ti marrësh ata të kostit të kekut, po parem po flas që veç atë çështja e ndërtimit termocentrale nuk është çështje a mundemi apo jo. Po është çështje se si me i kalu ato në politikën në vendimorën tonë. Edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, edhe me donatorë ndërkombëtar se do të pajtohemi gjithë që ne aktualisht ndoshta edhe nuk kemi kapacitete financiare me ndërtu vetë
një termocentral, po do të na duhen kredi të ndryshme, edhe ato lejohen ose nuk lejohen varësisht prej asaj se si është raporti forcave në rajon, kuptimin e energjetikës, po këto e din me siguri më mirë ata që merren me strategjitë e zhvillimit energjetikës të ne. Kur ishim tash te programet e partive politike, fatkeqësisht sot vazhdoi kjo fasada Potemkin, sot vazhdoi ky shtet kështu të funksionojë këtë formë, edhe unë mendoj që edhe faktori ndërkombëtar aktualisht nuk është i interesuar me funksionalizue. Se nëse funksionalizon këtë shtet në këtë moment, çfarë të bësh me të? Nuk janë rregulluar raportet me Serbinë, nuk janë probleme ndërkombëtar që s'po ndalojnë mendet unë 7 mira. Nuk janë rregulluar raportet me fqit përgjithsisht, edhe unë mendoj që procesi po shkon në tjetër drejtim që të rregullohen raportet e Serbisë, e Shqipërisë, e disa vende në Bashkimin Evropian, pastaj të shihet ku do të inkorporohet në rrotza e Kosovës në krejt këtë mekanizëm që do të futet Bashkimin Evropian. Se është e pamundur që Kosova të lihet jashtë këtij mekanizmi, po është e mundur që të bëhet në stand-by si jemi duke u mbajtur në këtë moment, edhe prandaj edhe tolerohet kjo politike me sjell rrotën thotë, them ashtu, që ka bëu kjo qeveri viteve të fundit, edhe kjo do të vazhdojë derisa të vijë ai momenti që kjo rrotza e quajtur Kosovë të Kur vjen ky sipas këtij moment patë? Unë mendoj që ndoshta në disa vite të ardhshme jo. Nuk do të jetë, edhe vetë Serbia e projekton atje që në Bashkimin Evropian të kyset rreth 2020-s, nëse e kam lexuar qartë, dhe kjo do të thotë që edhe një kohë kjo rrocë do të cilët në të thatë, edhe kështu ne do të bluhemi në vete, them kështu. Prandaj këtu unë e shoh atë rrezikun që edhe faktorin ndërkombëtar ndoshta do ta toleroj edhe më tutje këtë lojë me qeverisë. Profesori Besnik, cili program i partije politike në Kosovë i ban mirë vendit tonë? Është pak direkte, po definitivisht fundi punësimit e këto miliarda që po përmenden i partisë pushtet nuk është real dhe jashtë çdo kalkulimi. Nëse kalkulohen tash ato parat e privatizimit, janë 700 milion edhe një ofër 1 miliard që janë të investuara prej trusit pensional në këto tregjet e botës. Ajo është edhe me legjen. Pse nuk lejohen këto parë? Ato nuk janë parë të qeverisë, ato nuk janë parë të qeverisë. Ato janë parë të qytetarëve tonë. Ato janë para publike, edhe si tilla nuk munden mu investu në një vend, në një sektor, ose përmes bankave, ose çfarë do forme tjetër, se ky ka qenë një prej problemeve kyçi, si ekonomist s'kam pas mundësi me kuptu çysh ka me funksionu ai farë fondi. Edhe ku janë të investuar për momentin, e pat një reagim duket kryesuesi bordit për mënyrën se ku janë të investuar këto fonde. I ki dikur mbi 30% në Amerikë, mbi 14% i ki në Angli, pastaj në vendet të ndryshme, trusit pensional. Fondet e trusit pensional maksimalisht me legjë guxojnë mu investu në për bursa, në për aksione, në 1%, 10-20%, po jo ma shumë. A banket ishtë me ndru, profesor? A banket ishtë me ndru dhe me këtë nuk guxojnë mirë, nuk ka burë këtë tokë që guxojnë mi prejkë me dorë. Kush, ku janë bëkem se pa i frikë? Nuk ma mërmenja, kjo farës, kjo blëf, 1 miliard e gjys, fond punësimit nuk mujnë mu ma. A ban profesor me ndru ligjin në të parë me investu? Me ndru ligjin në diçka tjetër. Po kjo është insistimi i partisë pushtet, po thatë që unë ndryshoj ligjin. Po tash cilat janë implikimet nëse ndryshohet ligjin? Ligjin mund me ndryshu, po ajo është kundërshtim me logjikën ekonomike, te të rreziku parat publike të popullit. Edhe për çdo moment të jetë të e bërë një lloj bombe sociale që rastisht nëse nuk shkojnë mirë ato ti më shëndrun trazira. Na kena rastin e Shqipërisë. Këto para trusit pensional humbin nëse humb këtë ekonomia e tregut prej Amerikës, Anglisë dhe Unionit Evropian. Këto janë shumë të sigurta në vendet të investu. Nëse shkatruhen këto ekonomi, bie vlera, imazhi, vlera e aksioneve, tregjeve financiare ku janë të investuar kanë me humbë dhe këto parë. Për mendimin tim janë shumë të sigurta. Mirë, çaj fitimi që po ku të investojnë tregjë financiare. A kthehet çaj fitim të pak te bilin Kosovë? Po, i kthehet Kosovës edhe individëve. Ky atë investon? Individëve proporcionalisht sa su kanë marrë individëve, aq sa ka fitu
qofse ka rrit vlerën bursë. Kohëve të fundit ka pas një rritje shembull. Caktuar dhe çdo individi shkon në deklaratë. Gjashme ka pas pikën më të ulljes të fondit trusit pensionar në vitin 2008, ajo kriza. Profesor Bekim, a është e klasme kjo rritja e ekonomisë në Kosovë? Jo, absolutisht jo. Ashtu që shta profesori, veç për me gjeneru vendet punës, për që ta 20 ose 25.000 njerëz të ri që dalin punë, Kosova sa duhet me pas minimumin 10% rritjes ekonomike. A është të mos me profesor më 10%? Jo për më gullë. Si të sektorë rrisi ma shumë deri në 10% për shembull ekonominë e vendit tonë? Nëse për shembull investohet bujqësi, sepse secili program i partive është në fokus e ka bujqësinë. Nuk i kemi luksin me zgjedh në cilët sektor dojmë me shkëlqyer më shumë. Ma lehtë kemi ato që thash, në agrobiznes dhe në energjetik. E bujqësi profesor Bekim? Agrobiznesi, këtë mendoj, është bujqësia edhe biznesi. Po këtu mundem edhe me legalizu bizneset, mikrobiznese, me cilat merren në agrobiznes, me forma të ndryshme të bujqësisë, edhe energjetika si një mundësi e afërt. Industri të ranë njëherë për në Kosovë nuk pritet, sepse investitorët e huaj nuk me mendoj që vinë për post në minjera minerale, treqa... Harrojmë se jemi në 2.2%, 2.2-3%, na? Dhe në 2.5 për flosë. Që kjo ka të 2.5? Tash kjo 2.5 shi, kjo 2.5 shi për më bo 10%, do të me do nga i mrekullit. Profesor Besnik, nuk është ka të 5.5 si ishte media ko në fundi rritja ekonomisë? Shkani, ka shumë diskutime lidhur me këto normat e rritjes, se vazhdimisht është lume këtu për interesa ndryshme dhe politike dhe krejt. Reale që është dalë kjo fundit është 2.5%, duket që ishte raporti i fundit. Po është letë me shkru si numër, po për me realizu diçka është problematike. Unë konsideroj që çfarë do qeverisje maksimumi në supozimin që punon mirë, ka me mrit dikon deri në 7% edhe aton mandatin e fundit. 7% mandatin e fundit. Vitin e 4 qeverisjes. Do të me ndodhë një ndryshim shumë radikal me këtë qeverisje dhe cilësi qeverisjes. A ka mundësi me ndryshu radikalisht këtë vend, profesor? Ka mundësi, normalisht që ndryshohet, ajo ndryshohet përmes njerëzve, përmes programit, njerëzve që është shumë rëndësishme. Kjo është një, kur po pyet për dallime këtyre programeve, ne duhet me ditë kush janë ata njerëz që qëndrojnë para programit. Se unë më si parti politike, normal ajo që ka parë më shumë, ka mundësi me financu më shumë konsulencë, edhe i marr një 4-5 ekspert të jashtë me shkruaj një një raport, një program të mirë, edhe ajo mundet më duk shumë simpatik kështu në opinion, po shtrohet pyetja kush ka me implementu këtë. A ka me implementu kjo qeverisje që deri tash i pat 7-8 vjeta sa po bëhen, që nuk ndryshoj kur gjë, po kemi një rënje, nëse ishe investimet të jashtme kapitale, bëhen e mend që Serbia ka qenë vendin e tretë për nga eksporti në Kosovë, sot është vendin e parë. Për eksport? Për eksport. Do më thonë, çdo gjë që kemi këtu kemi në një destinacion kryesor për interesat caktuar me këto politika, kjo situatë që kemi, niveli i lartë i korrupsionit, mjedisi i papërshtatshëm i biznesit, i ka konvenuar atij që mas pak thjesht dashni ekonomik. Profesor Bekim, a është ju e keni përcjell vazhdimisht edhe punën e qeverisë dhe qeverive tjera. A implementohet çdo program i fushatës kur ta merr një parti? Deri sot po flas. Deri sot jo. Deri pasutës së këtej. Deri sot se kemi pas atë fat me në implementim programit ashtu që shu proklamu në fushatë zgjedhore. A duhet të besojmë aty në programet që kemi tash aktuale që janë tonë paraqit për opinionit? Për me gjithë nivelin e prallëve të panun propozoj që mi thirr lider politik me lexu programet e veta këtu. Këtu? Ky është edhe kontribut i mirë për humorin. Pa konkurs nuk e pranojmë se këtu ka rregull. Jo, këtu ka rregull. Po profesor Bekim? Cila ka pyetja? Ishte pyetja te programi dhe realizimi i programit pas morrjes pushtetit. Të gjitha partitë politike. Ja, këtë vend tonë kemi pas qeveri letë, kemi pas PD, kemi pas A, kemi pas gati të gjitha. Deri tash nuk ka pas realizim programeve ashtu që proklamu në fushata zgjedhore. E para punës sepse në për fushata po ka oferta, po ka premtime. Nuk flas për tjera jashtë të për ekonominë. Gjithmonë për ekonominë po flas edhe. Ka premtime të jashtëzakonshme. Marra mendje që shpresoj që edhe ata që i thojnë dinë që nuk realizohen. Po thonë që ata dinë, ma merr mendja po, nuk ja ofendoj inteligjencën. Pa del ti opinionist dhe merresh me aspekte politike. Cilet program të besojmë në vëllai në qytetarët? Pilon profesorat, mu tregom. Po ideja ime, bindja ime është që lufta kryesore në këtë vend, në këtë moment nuk zhvillohet për noncat e programeve ekonomike, por zhvillohet mes informalitetit edhe ekonomisë të lehtëshme, edhe politikës të lehtëshme, jo para politikës që shpesh herë dominon të ne. Profesori përmendi 30% e ekonomisë
informale, që si statistikë paka shumë zyrtare që të na, po në fakt gjitha dhonat qojnë që kjo arrin deri në 60%. Do të thotë edhe informalitet edhe krim ka gjithkund botë, ka edhe në Gjermani që është ekonomia numër 1 në kontinent. Po ajo merr pjesë dikun me 1% ose më pak se 1% në krejt atë strukturën e ekonomisë të atij vendi. Do të thotë krejt esenca në përbindjen time është që qytetari duhet të mendoj se a e vlen të mashtrojande vetën me rritjet voglat pogave derisa të harxhohen këto pare që do të na i marrin prapë ne se fondet janë pe xhepave tonë janë bë, apo ja vlen të votoj për ndryshime që më në fund të vendosim një sistem të lehtëshëm, e dal nga dal ndoshta edhe bojmë funksional atëherë kur na fryn në vela frymat e volitshme ndërkombëtare do të thosha. Kështu që qytetari mendoj që është bindja ime që edhe do ta dëshiroja unë që të votoj për ndryshime. Unë mendoj që çdo ndryshim është më mirë se kjo që është tani. Ose do të vazhdojmë me spektakël permanent, kështu që derisa kryeministri ta gjej më në fund profesionin e vet se pej traktoristit tash ka filluar edhe me pica më mor të shumë, kështu që sa do të lejojmë me vazhdu kjo. Inshallah sot të nani vedesa e them me petraktorit dem pizza se kime hangën i pistit shtëpisë. Vedesa kemi këtë profesorin Bekim dhe profesorin Besnik, nuk kemi qarë pa folë pak për arsimin në Kosovë. Profesor, si pesh arsimin në Kosovë ti? Shikoni, privat dhe publik. Ndoshta edhe një prej faktorëve këç në zhvillimin ekonomik është padyshim edhe arsimi. Në Kosovë për momentin e karakterizon një cilësie shumë e ulët e arsimit. Nuk ka pas politikat koordinuara mirë për me rregullu. Po gjitha nivelet apo për nivelet caktuar? Jo, për gjitha nivelet. Kjo është një trend. Po në fakt me problem me cilësinë kanë shumë vende, edhe këto vendet se është rrit pjesëmarrja në arsimin e lartë, dhe normalisht pa një shkollë fillore edhe të mesme ose shkollë fillore e ulët e lartë, mos më himi përmend ato nivelet që janë, nuk mundemi me pas ndonjë progres shumë të madh në kuptimin e arsimit. Sa janë bë këto, një keni po kohëve të fundit ka ndodhur një ekspansion shumë i madh i qeverisë kuptimin e krijimit të universiteteve të reja, pa pas ndonjë plan të qartë se cili do të jetë profili i tyre, a ka nevojë për treg. E bën mirë kjo profesor arsimit. Unë konsideroj që nuk i bën mirë, për arsye se nuk kemi qenë përgatitur si Kosovë. Nëse marrëm tash minimumi me llogaritë nevojitën 500.000 doktorat shkencës për këto universitete që kanë hapur. Vujt këto universitetet edhe publike dhe nuk munden me vlerësu. Ato munden i bojnë shumë shumë për me letra, mirë por në realitet për me ndryshu diçka në arsim është problem shumë i madh. E kjo tash do të me qenë një prej prioriteteve që do të me ndryshua. Kjo logjik që me hap universitete kudo nuk i shkakton, nuk i bën mirë Kosovës. Sidomos kur është pyetje cilësia. Cila është cilësia këtyre programeve, cilësia mësimësve, çka po prodhojmë në fund? Edhe ajo në harmonime. A dëmtohet me buxhet me hapjen e këtyre? Normalisht që dëmtohet, se ti nëse shpenzon, të po marrim shembull, nëse i ke krijuar 5-6 universitete publike, edhe ato do të minimumi me pas nga një rektor, ka 2-3 prorektor, me pas stafin teknik, profesor, këtë në rregull. Po në fund, aja vlen kjo kosto që i kushton Kosovës me outputin që po prodhojnë. A cilët janë studentë dhe çka po bojnë ata studentë kur po kryejnë. Në fakt, faktikisht është zgjedhur një situatë ku njerëzit për mos mi mbajt në lista të papunëve atje, shkoni edhe kryejnë universitete falas, mirë po ajo falas shkëmbim ti merr një diçka pa vlerë. Profesor Bekim, a është bim më po falas studimet në vendin tonë? Nuk është problemi të çmimit. Nuk më merr mendja që për çast kosto, nëse po flet për universitetin publik. Po edhe prodhimin e cilësisë sigurisht në treg. Nëse po flet për universitet publik, nuk më merr mendja që flas për gjitha profesor. Mirë, në këtë rast po flas specifikisht për universitet publik, për premtimin që duhet bëhen studimet falas. Nuk është kosto ajo pagesa së mesit për student. Ata kanë shpenzime. E subvencionuar, ata kanë shpenzime të tjera, qendrimit në Prishtinë ose afër universitetit publik e kështu me radhë. Nuk është në favor i madh që ka bërë studentëve. Studentëve më shumë ju bën favor nëse i siguron vend pune mas diplomimit. Dhe kjo është arsyeja ndoshta ndër tjera që i përmendi profesori, mungesa infrastrukturës, po flas për universitet publik, mungesa kuadrit adekuat, se shumë lehtë është me hap një universitet ose me shpall diçka,
Na jemi mësu me shpallë pavarësinë, kemi shpallë 2-3 herë, shpallim komuna, shpallim zonat lira ekonomike, që asë se merr vesh kush halo shka. Çfarë janë profesor zonat e lira ekonomike? Po na shpjegon pak për neve dhe opinionin ton. Ndrojmë temën tash. Po ndrojmë temën, kthejmë prapë tash me se më dhe e harrojone. Okej. A ka klim vendin tonë për zonat lira ekonomike? Zonat e lira ekonomike janë të konceptuara asoj që në një territor të caktuar. Bile në vendet ndryshme është edhe fizikisht i mbyllur, ato biznese që operojnë mrena, aty me pas lehtësira fiskale dhe doganore. Ashtu që shjën të shpallura sot, Prizreni, Mitrovica dhe Gjakova, profesor? Gjakova. Të pa definume, ato nuk do të thojnë asgjë deri në këtë moment. Veç e shpallum. Cili është qëllimi profesori ty? Kur gjë më shumë. Zonat lira ekonomike. Unë thash që është qëllimi i vërtetë, që mrena atij territori, bizneset që operojnë, kryesisht që ndërmarrë prodhuese për fabrika mund të qenë, duhet i nënshtrojnë lehtësirave fiskale dhe doganore. Ku përfitimi nga këto zona pra atëherë? Përfitimi është krijimi aktiviteti ekonomik në atë shtet, rritet numri i punësuarve, pagun taksë pagun taksë shtetin, po jo aq sa pagun ato që janë jashtë zonës lirë ekonomike. Po ne atëherë po shkojnë këtë hinë aty pra profesor. Jo gjithmonë, po pikërisht për mirë qartë se për cilë sektorë dhe për çka po dojna me bo zonën ekonomike. Mundemi se tash na një farmyrë dhe regionin me marrë këtë Kosovë kështu se fizikisht është shumë e vogël, është problem me boksi lloj. Një qytet mu shpallë zonë lirë ekonomike i pa definuar territorialisht, jo në aspektin katastral, po si zonë lirë ekonomike, atëherë kush për bizneseve përfiton nga lehtësirat e zonës lirë ekonomike mrena Prizrenit, supozojme kush jo. Është e pa definuar. Ose për investitor të huaj, ose për njerëz që kena në diaspora, kanë me pasur një tretman preferencial ajo. Në debat para 2-3 ditë, ministri Beqa i tha që janë lehtësirat infrastrukturore, ka infrastrukturë, bizneset janë me një vend. Kjo nuk quhet zonë lirë ekonomike. Kjo është zonë ekonomike, e cila është definuar me ligj prej 2009 në Kosovë. Po fjala për inkubator biznesi, për park industrial, për park biznesi, këtove që kemi. Na kemi një park profesor që ose 15 vjet ka filluar më. Pikërisht kjo është kjo nuk është, po pikërisht jo, funksion është, edhe shumë. Alo, nuk peshon një let do hi aty profesor, sa i peshon që ndërtu. Jo, unë dikun tjetër e kam thënë. Zona lirë ekonomike është diçka krejt tjetër. Nëse kemi thonë që po krijojmë diçka të re, në fakt nuk është e re. Dikun atje në fund, se nuk është edhe nuk e din shumë mirë ligjet dhe politikat, thuhet që cilat janë kushtet e qenërit një zonë lirë ekonomike do të definohet me akten nënligjore deri në fund vitit 2014. Do të keni vërejt pra? Ata një lloj fusnote po e shpallin për fushat elektorale, në fakt hala s'ka ndodhur kurrë. Hala s'ka udhëzim si më funksionojë. Jo, duhet në aktet nënligjore. E përmenden edhe vet që duhet faktikisht rekomandohet që deri në fund vitit 2014 dhe definohet me akte nënligjore e tash mund mos sqaroj pjesë të territorit, cilat janë saktësisht lehtësira doganore ose fiskale, për cila mundin me përfitu bizneset cilat operojnë brenda atij territori që quhet zonë lirë ekonomike e jo zonë ekonomike. Se në kuadër zonës ekonomike, po përsëris, parku biznesit, inkubatorët e biznesit, parqet industriale, që faktikisht kanë veç infrastrukturë. Lehtësira të tjera nuk ka. E zonës e lirë ekonomike. Me ta bësh arsimi profesor, më fal. Për student, niveli cilësie. Ne jemi profesorën për çdo ditë me student. Një ndër arsyet pse ndoshta ata nuk dalin cilësor sa duhet, ose një ndër arsyet pse ata nuk mësojnë sa duhet, është mungesa perspektivës. Për tregun e punës. Për tregun e punës. Edhe ndoshta e gjojnë një satisfaksion në një rrethon ku nuk kanë asnjë aktivitet, as në punë, as në shtëpi, e gjojnë një satisfaksion ose e gjojnë një mundësi me kalu kohën, po flas pa të keq, jo për gjithë studentët, në për ambientet studentore, ma mirë se më najnë shpe. Në qofë se kishin pas në mundësi, gogjat sigur për vend punës nesër, mas diplomimit, ata e din që në trekt punës ka konkurencë, edhe se cili për i tyre, kish dalë maksimumin, me dalë ma cilësor, njërë që qaj vend i punës me qenë sa ma i sigur për të nesër. Në qofë se gjithë nesër i pret rruga, edhe unë kisha qenë student sot, nështë nuk kisha pas motiv me qenë nesër shkencëtar ose eksperti në punë. Po prapë se prapë ma mirë me kry. Ma mirë me kry, prapë se prapë, duhet me kry. Jo, ma mirë me kry dhe me kry me dije. Sigurisht. Me një nivel cilësisë. Unë s'pa justifikoj. Për politikën tonë me afton.
Profesori Besnik, a na vinë student të përgatit, cili është nivelli shkollat mesme se ju, mas mitja dinin çfarë nivelli ke shkollat mesme se ju vinë? Shkoni, na kena problem me këtë sistemin e arsimit, me gjitha nivellet, nuk diskutohet ajo, duhet më punu shumë. Për një kohë gjatë, pozita e mësuesit në shkollët fillore atje nuk ka qenë favorizume. Fatkeqësisht, domethënë, ata student më të mirë që potencialisht ishin bë mësuesit më të mirë, nuk kishin shkuar dhe më bë mësues për arsye se nuk e kena pas sistemin e motiveve në atë formë. Edhe normalisht politizimi këtu i këtë sistemi që është një problemeve shumë dhe edhe për caktimet pa dyshim, edhe të caktimi drejtarëve në për shkolla, edhe të menaxhimi këtyre ne e pam çka ndodhi me këtë sistemin e maturës, testit maturës. Njëre na del ke shumë keq kur ishte të shku puna si në rregull, kur e pam që nuk po dalin mirë rezultatet se një numër i madh, atëra zgjidhja u bë shumë e lehtë. Kjo fadilit me siguri kam i pëlqyer, atëherë zvogleje kriterin pak bën e më të lehtë të kaloj 70%, jo 40%. Na jena të interesuar me 100% me kalu, po me kalu me merit. Edhe kjo është një prej problemeve kyçe që tani po reflektohet edhe përkundër faktit që ka shumë universitete të mira. Besoj që keni ju profesor të mirë në shkollë, po çuditërisht në shkolla fillore dhe të mesme nuk ka asnjë mekanizëm kontrolli cilësisë në semelancë. Kompjuter, raportin politike dhe biznes. Pse disa biznesmen para fushatës zgjedhore e pon me interes, me nrru partit? Çfarë kuptimi ka kjo? Për kanë ke fjalën konkretisht? Kanë kalu biznes për një partie. Unë nuk më përgjigj. Pikërisht ato kjo vlen për dytë se për mua është raport mjaftësisht. Është pikërisht ajo që tha profesori më parë, që tha prej 30% e bizneseve kanë treguar performancë afariste, sepse performanca ka ardhur prej punëve që i kanë marrë prej qeverisë. Edhe ata biznesmen ndoshta që kanë met jashtë këtyre strukturave kanë pa që për me qenë biznesi suksesshëm në Kosovë duhet me përfitu për fondeve publike. Nëse një biznesmen në rrë partin për më shku me qeverin, do më thonë, ose qeveria e ka shtypat biznes so ka qenë me opozitën, ose i ka premtua politika biznesit diçka, është bo atraktive për favore. Edhe kjo, askon bot në prakt fushatës, ose në fushat biznesmen nuk kaluajnë në mënyrë spektakulare në parti. Madje ata kujdesin që mos me ekzistuar një lidhje biznes politik. Në fakt edhe atje ndoshta ekziston një lidhje jo publike mes biznesit dhe politikës, por publikisht ata kujdesen shumë që kjo mbështet. Cili është mesazhi? A ka shtyp biznesin që ka qenë në opozitën, që për shembull edhe bizneset që janë në LDK, edhe në AKR, po ata për shembull nuk kaluan kurrë. Shkoni kjo kyçja e njerëzve të biznesit politik është diçka normale, si parem, duhet më kuptu. Mirë po tani ky fenomen u bë shumë i shpeshtë, po edhe ky ndrimi tani është edhe më keq, diçka po ndodh aty, dikush do pazare po ndodhen që po vjen deri te ky fenomen. Se edhe në Amerikë njerëzit kyçen jo në politik, po në lobime për krahje një parti politike, për shembull, ato kompanitë të mëdha janë të interesuar për krah partitë konservative dhe janë të rregulluar, nuk ka kur gjë të keqe nëse unë si biznes e përkraj një parti djathtë që don me zoglu tatimin korporata, për shembull. Nëse tohet në favor që ka bërë qeveria në biznes, atë përfundojnë të dytë. Ajo është një diçka shumë e keqe. Edhe kom frikën, ajo që është më e rëndësishme, që prej biznesmenëve të mirë kemi me krijuar politikanë të këqij. Që ajo është frika më e madhe. E kanë një talent ndërmarrës që nëse kishin funksionuar institucionet si duhet, ja kishin po hajrin këtë Kosova me biznes mirë. Në fakt mu më lën për mos me përmend emra, po mu më lën përshtypje shumë çuditshme kur e shoh që një biznesmen i nivelit jo Kosovës, por rajonal, është ja nuk nuk janë të interesuar ose me marrë një ministri, ose me marrë një pas që për mendimin tam biznesi i tij është më i respektueshëm se sa se një ministri. Se gjitha ministrit bashkë. Politikanë tonë janë bo biznesmen. Fadel, jemi ka funi profesora edhe Fadel, po tregona në cilat pe dy programave do të ishim më të përshtatshme për udhëheqjen e vendit pas zgjedhjeve. Se asnjë parti nuk besoj që ka me fitu zgjedhjet 100%, po mënoj mbi 50%. Edhe këtu në koalicion do të me pas një farë përposmëri në program. Gjithë aspektet, ekonomik,
arsimor të shëndetësisë. Definitivisht do të mendohet ndryshime. Kjo Kosovë këtë farforme nuk mund me shku kësaj. Për arsye se me këtë rritje të papunësi, edhe nëse vazhdon kanë me ndodhur diçka, unë parashikoj që ka me ndodhur një problem social ose një protestë ose kë 21.000 persona trike pas që kanë ikë në Kosovë vitin e kaluar. Domethënë është një problem shumë i madh. I këtyre partive tjera e ki shembull partin pushtet me 200.000 e ki LDK-n që është e prirur me mendu ma shumë për biznese si partije djathtë me një shifer ambicioze, për ndoshta ma racionale, dikun ka 120.000. A mund me arrit, profesor, nëse vjen LDK-ja 120.000 dhe 150.000 vendet punës? Shikoni nëse... O, është që nuk o ke përshat, është një javë, se ishë shkum të atë 1.200.000 për nësumë për një mundit se... Jo, gati është të shku në atë formë që marrë dhe për Gjermanisë dhe për vendeve përreth me thonë se këtu që ka parajsë dhe do të me shku me jetu edhe me punu edhe gjitha. Po besoj që këto partit që japin hapësirë ma shumë sektorit privat, mundën me bo ndryshimin, besoj që edhe do ndodhë këtë ndryshim. Profesori Bekim, me pyetjen të njëjtë, cilat prej programa janë më të përshtatshme ose më të paraafërta për pas 8 qershorit? Jo se kuptova pyetjen. Cilat prej programa partijake janë më të paraafërta që me qeverisë vendin mbas zgjedhjeve? Po mendon cilat me parashikuar në koalicion të mundshëm, a? Është më mirë për qytetarët, jo koalicionin, programet. Okej, kuptova. Edhe unë definitivisht mendoj si profesori se ndryshimi duhet të ndodhë. Ndryshimi në qeverisje edhe në konceptin... A do të mëndru qeveria, profesor, a do të mëndru qasja? Po çdo qeveria ka qasjen e vet. Mos më ndronë kjo baji, nëse ndron qasjen, profesor? Në ai që se ka ndru për 70 vjet qasjen, unë nuk pres shumë për aty. Është pak problem me ndru qasjen sepse nëse zon profesionin që ka nis me lyp. Qasja në partije politike ndron nëse ndrojnë njerëzit në çat parti politike, nëse janë të njëjtit njerëz që 7 vjet në atë parti, atëherë nuk mund me prit ndrim të qasjes partisë. Sikur të kishim pa në lista zgjedhore ose diku tjetër, lider të tjerë, njëjtës parti, atëherë mund me prit edhe qasjen e partisë. Me një zhvillim çfarë ka ekonomik Kosova me këto probleme sociale. Ndoshta unë kisha qenë kundërta profesorit, unë mendoj që partitë me orientim pak më social-demokrat, ndoshta për një fillim, për një bazë, më shumë i kishin ndihmuar ekonomisë Kosovës se sa partitë e djathta, sepse është problem shteti, qeveria me ndihmu bizneseve me lërzu në një periudhë 4 vjeçare. Ato kanë probleme financiare mas pari edhe kaj që ka mujnë me bo disa lehtësira fiskale, po me gjithat problemet financiare, teknologjinë, ekspertizën, nuk mundët me adhonë shteti. Atër ju duhet kohë ato me gjeneru vetë, e popullit nështë nuk i pritet edhe vite edhe dekada deri sa të kryon mishenët sociale, ndoshta partit me orientim të moderuar, social-demokrat, kishin mujtë për një kohë caktuar ma shumë me ndihmu rritjes mirëqenies sociale. Po flas tash për zhvillim ekonomik. Faleminderit profesori Bekim. Derisa të krijohet pak një problem se me sektor privat shumë të nivel të zhvillimit, edhe me taksa proporcionale edhe me këtu po është temë tjetër është bajë një ngarkesë e madhe. Jo, taksat proporcionale. Niveli i konkurrshmërisë Kosovës shumë i lartë. Me fillu edhe me ngarkesa tjera. Jo, nuk taksa proporcionale nuk do të thotë që i ngarkon biznesin. Por sa ta është proporcionale. Për mos me nga që s'mundemi me vajtohemi, po pikërisht për që ata quhet proporcionale, për mos me ngarku bizneset ma shumë se sa ato mujnë me duru nga kesë. E kam një pyetje direkte për Fadilin, me që ju një ekonomist dhe nuk folni kështu direkt, po Fadili fol direkt. Sipas teje kush i fiton zgjedhjet me tet? Qeshor. Kush i ka mush kutiet? Po thonë mush kutiet më herët, a? Kush i mush apo pra? Kush pas kam i fitua? Kryeministri tha 40, tha i kam sigurt. Çka 40? 40 deputet. Ku? Nëse i ka sigurt, nëse i ka votat në kutin. Atëherë do më vëmë kutia. Mi, nëse nuk e mush hala sipas teje kush kam i fitu? Fol burr direkt për shkak të Mërmania. Unë më fol veç për shkak të çefun. Jo, kush ki çef ti? Unë shpresoj. Jam në mendim sipas opinionit të klimës. Shpresoj ndryshime. Të shohim. Inshallah nuk keni ju në rroga qeverisë se pe nesrit me të pa rroga. Qysh me shane. Atëherë na jemi në fund të bisedës me mysafirët tonë. Falenderojmë shumë profesorin Besnik, profesorin Bekim dhe Fadilin. Shkojmë me pak marketing dhe shihemi pas pak me
pjesët tona artistike. Faleminderit shumë. Marketing. Trëndafilja dhe Egzoni pas dasë me styre ka njërisi. Trëndafilja shtatzon, ta shoj me kanë e ka. O Egzon prit bre. O Egzon prit sa unë s'muj me i, ca shpej. Kom terminin flokt mimil. A ullë me që të më park, Egzon. O hec belo, shka më s'mu më bëna? O jo Egzon sa unë kom dërishu, jeta jam kam dërishu krejt. Nuk kam qish kam qenë, une. Qështë, hajde trëndafile edhe du të mi gjetu në parët, jo shka më s'mu më humor, kom i mjell flokt e parët që kom kërka. O Egzon, ka më të regu diqka që kanë më donë flokt për lezetit. O, më s'mu bën humor, bre, po qfar lezeti? Qysh kanë më ndollë flokt për lezetit mua? Qa që fello puna, u hia? O Egzon, shumë fello puna. Halo, fella? Halo, ma fell, dejnë qyko, Egzon. Mëj, trëndafile, a qash fell qenë ka puna sa mu kanë më ndollë flokët në tirat? Pilezitit. Ja, Egzon, të rajta se flokëti nuk dalën. Që si e vetë që ashto. Ka lje, jo. Ko trëndafile, le më rahat ljosh kam edhe dënë më ma hongër, këj... Ko bre, Egzon, ko të? Shpëtën e ko, më sa ta hongësha, Egzon. O, zot! Hej, zoti! Se as pa heq... O, Egzoni jam maj miri pit këqeve. O, maj miri ma hollës të loqja spitali. O, rushi jam dimër e verë. O, Spidermani jam. O, Batmani jam. O, Sormja jam e Mishares. O, Speci mos. O, Patligjon jam. O guja këlla jam dy litra. O zë guj të trëndafiles. Hej! Oj, trëndafile la dika jame. Oj, gjuruf ka ime. Oj, kof ka ime. Bësh, firm Gjermone. Qas qoja. Oj, inteligenca. Oj, inteligenca ime nën infinit. Për në me Egzon. Hej, zot, jam trëndafile ka të qava puna. Hajt, lumbof sha unë për ti. Mas bori Egzona do të me bo pozita. Janë nuk e mbuna kurra si sen edhe kujdes që Po po pëllë. Egzon të koncentrimet. Qunë të regojo. Aj, zoti jam. O le që shto? Ti shka bre? Hec, Egzon. Që shta kësërëm si. Po Egzon, shërëm si dhe koncentrohet. Egzon. Uhuj. Unë kam ja dhe jam mbetur. Jo bre Egzon. Edhe njerë, se së më këshërë në këkracive. Pa ti që ti e ku më të këshyrë shto? O, që Egzon, që shto? O, Egzon, unë kam dhe jam... Edhe njerë, Egzon, jo, që ashto? Egzon! Hajde mo! Unë kam dhe jam metër 7 zonë! Gabim është, edhe njëherë! Edhe njerë, O, se s'pëtin mirë. Egzon, unë jam dhe kam metër 7 zonë! A pe të gabim 7 zonë, si e mirë? Ku e ke pona e film tërgjeshta, spanjoleshta, edhe ka Brazilet jetë mirë. Ja, Egzon, unë e kum betur shtazon, edhe prej sotit, ti të shë me dollë me punu me bopore, unë e rinë shpija bebës gji. Ose, unë e dolli punaj, ti rinë shpija dhe ja bebës gji. Nësë qate. Hej, oj ti, trëndafile, so ma seriosisht dhe ma mirë. A e ki seriosisht, ha? Po, më Egzon. Mos më najgore, qysh me të shtazon, nësë kem flejt kur. Ja, kem flejt. Jo, mëre. A ti në zaninat. Qysh mëre? Egzon, këna flejt tinza. Qish ka shone të flejt, qështu? E posh një ndër, Egzon. Kishe ditën, unë të flejt natën, e posh një ndër, kishe ti... U ka që flokë, Egzon! Ma pa bot,
Edhe jam që u kësën që të ka dole, jam që u e i ka jërganin, dole në koridor, hajtë thash që këjmë banjo, hina nuk bona kur gjatë dole. E di që ke bane, Po, ja, kësën vallaj s'këm bo. Edhe dole, veç kërë këm po derën e bordë këto për banjës. Edhe? E qila derën, hina mrena, me lon derën qilë, thash në këshërë nëna e më tinza. E më qila derën, hina qështë, ti që kom flajt, që të kom e kështë pos qështë, në bëlli pakësit, që dërë të këmore dhe qita qështë. Ne, isha e këzon, sa interesant për dishin plukët edhe mësteqë, të jenë otën e këzon. Qështë, flesh. Po, one. E kryve, që e po të... Po, krajtë. Ha! Trëndafile. Po. Dhe me thonë një dole që u ke po ndër je kollje për rritje, shku dhejt e banju, je hi, ke po tërt, je dole dhe je hi. S'kom bajt. Ja e di unë je hi ndër të bardha, po? Po. A më bash ofër banjus. Qatë ofër banjës. Edhe je hi aty, je shtra vapi edhe më dullen musteqet. Po, edhe flak, po. Po, edhe pak ma i godje më konë. Po. Po, Ismeti është shoferi popës tënë, që ty, bash, len. Po s'ko lidhje unë kumitin, zaj nuk në ka po, e këzën. O, e të pas ka po, edhe të pas ka shiku bile, po që ty u konë ju, nuk jem konë nune, Ismeti, u konë june. Ja, bre, këzën, se s'ka mujt, haj mu në abrit. Oj, trëndafile. S'm pinza këndin. Oj, trëndafile, po, one, flajnë ka dytë. Atje, apo? E shte bre, këzën, s'po flenë që atë sa mirë, e shpo knaqe. Trëndafile, që të flenë Ismeti, atje kuf, që të flenë? Edhe hinë dhëmë tina dhe ko ka bo, jemi e shtadzon i Po, shola. e këzën, jam e shtadzon. Ja, Po, vëlloj. ku, o, ti? Ti pas kemer shtadzon me Ismeti, e i shola e në kofshemet i shtadzon, edhe unë pas në me shtadzon dhe hamam. Edhe te, këzën, jemi shtadzon, a? Vëlloj furt, Ismeti. Ew, Ismet. Ismet. Trëndafile, që shkojmë të vërtetojmë këtë punë se në mehina pas kalon shtadzon tonëve, nonën, bobën, familjen, dushku, vllaznit, Për një me a krejtve. Po, e të dhëtë nësë me bo analiza, e. A këzën, a të këshire me të. Qa, bre? Hej, anderit për inteligencën, aty pak ma dënë, por e ku jemi ti? Qa, qa, vale mirë, qa ka të ri, faleminderi, qa të me jetë gjote me fat. Trëndafile tash ti, qëshe u murën vesh na, të mamë të jemi shtadzon me Ismetin, me Musteqe. Se di, atë nuk e di. Ja e di ju në fort mirë, edhe familja juaj 300.000 euro të më shpërblem se më ka shku ftyra. Po s'ka shku e këzën që ku e ki ftyrën ti. Kalëgja një tjetër që shka në burë. Ta po me rësh. Tjetër ti. 300.000 euro, dhe tu dhe s'po bona nërvaz hiq. Po më se ba nërvaz. Shkojmë në atash të gjykaci, i sholla më rezet. E ke bo mrekulline u me shtadzone. Ja, u me të këzën të dhe të pikshyrëmi. Edhe të në shtatë. Po, në bilet. Ti e qikë më të jone. Hajde. A të si di, ha.
Ku jem, e mirë, ja po ban, ku jem rëzja umë. E mirë, ja po ban. Mos bërtet. Zbatni, qis. Mos bërtet. Qis. Mos bërtet, bre, mos bërtet. Qis. Mos bërtet, mos Jo, më bërtet. rëzjam të vërtit, se. Që du mi të vesht? Më rëzjam të vërtit. E, ku e komër e te? Jem konë në Zvitër, në Gjermani, në Franë. Ja, a më të blinë e sa? Ta kom bleni vu. Vu? Me qokolodë. Me qokolodë? Ku s'ke pra idoli këtë se a ditë do sa më zonë në sërmani femen, a s'ke kemë sërë ke mund s'ke atje. O, në thira i femen, Allah. Shmosh këtë thira. Ja, a për masirë të një? Po që ta mision po do të më thirë femna, do të me të fornizu me femna në tyja shumë? Normal, se që të punë e ki, sa keme po të 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 Po. Zemë. Stash një të fort, këmë të. Një të fort. Thuj. Alo? Alo? Ej, a e mirë, qysh je? Qysh po kalon? Qa ka tre? Vjetër najzen? Qa bore? Qysh kalove? A e mirë? Kusë? Qa ka najzen? Kusë? Vlora si toku. Alo? Alo, ej, ku je mor nanush? O, tja babës. Ej, a e mirë, qysh je? Te mirë, te, s'ka papan? Ej, zemër, a ma parkuve pe kjerin? Po, ta kom parku, e kom parku, po. Po, e, shtine bre sa ma fel se po ma grithin? Po, sa fel e kom stion e i. Po, ju adhe shumë fel se ma ndesun e nëzjeri, une. Po, mas tani në babës, a unë e nëzjeri. Ej, zemre, ma po shkom bre ma ble një kilë banona? Po? Një kilë banona? Po. Edhe këshyr blemi do vota. Po, a bëden të katunit atë fejrit? Jo, të katunit se bojnë ma shumë. Po, të tërthan? Edhe blema një krem për masazha. Po, hajde, ta të jo një masazh. Po, ha. E, qësë me atë u bërë një masazh? Mesazha, qka të ka lyp? Masazh. Mesazh? Masazh. Masazh, më s'ka thonë masazh. O, njëllë të viti, suj të viti. Tja. Njëllë të viti una masazh. Alo? Alo? E vluar sa kime të pas ka po zonë një këtë? O djallë, ku shonë telefon që më gjete vakt pa vakt? O, sa fejeri jam, sa fejeri. O, shefera ti, ja. Po. Qa goa, qa tire këtë vakt. E, sa kime rastë ti për delë zonë një trasë? O, më ka hi thoni në gisht mishit kishtit. Sa thoni në gisht. A se farë, ato të blita ma thoda s'ka pëspëdi që s'me që më sa s'ka me bu? O, ti humorisht. Mo që fëtën marë në def në i lush fa në i qena, qka ki, qa e vokëshu? O, po vi po të thejnë në 3 vena dhe një vend të lo ma vonë. Ramon, aje, fëllti. O, djallë. Ramos. Ej. Unë falë se dy të një lidhe dhe gabem, pa më thanin të jema i vërti. A, djallo, hajtë që të vitë voj që ka liqët, hajtë me vira. Ja, i farë, se unë për gjithë, ja, thaske. Hajde. S'ka më lirë, më Ramusen, të sërmë të me sirë, suj të sirë rrë. Suj përse ti ju në vetë, suj se qasim su. Alo? Alo, Hikmet. O, Hikmet. E vlurë, sa ki mërë që pa folë që ka dole? O, më ka hi luta. Kësë ka hi? Tuta dhe. Tuta. E po e ka të ka hi pëse ke lo dire në qelë? Hikmet, mas falbe pa lidhje. Pa petin të është zgjedhje që janë. Me bo më hek, mu, pi presidentës nuk e di më qa bona. Edhe ata tani kom harru që shmë bo police, sen e vene. O, mas tani se nuk s'kanë polici, se unë me dhe police kam, qësë të e kam. Hikmet, atë fistonin me ma bo nalt kartërt, poshtë për ma gjelbërt. O, zjedhë, qësë.
Mës harro, Hikmet, e du një. Po, të një jam për tjus të kaltër edhe tjus... Naltë bënet kuqe, e poshtë bënet kaft. Ka dalë bërë se së në pjatë tjilë në diska, a djelë bërë sa të kujtë nalë, sy? Bënet bardhë krejt. Ty zë mërët bardhë, a ta baj me vija? Pa farvija, bre farvija, ti Hikmet se ka me shku në Amerikë, më zbaj kare. Hajde, ranë, hajde, në Amerikë. Edhe qa më kitë rollaf, që shtë sen si të marrë vesh. Për dhe ta thamë të ablijat fustana, s'ka me posëm të trani juve. Pa shko të parasite që shtë që shtë thash. Hajde. Hajde, mësë vë të rollaf. Hajde, mu le mërë president, ja. I Sonja të lejke kërkunin. Të bëtë ku me atë më revljura. Suj. Për ba ty. Alo? Zdravo, ko je na telefonu? Alo? Zdravo, ko je? Kaka. Hajde me vull skepti. Ne znam albanski, ne. Parlale italiano? Ne. Volevo franze? Ne znam francuski. Spremzi drejt? Ne. Do you speak English? Da, znam, yes. Fuck you. Ja, fuk të skavit. Sër ma be vljurë se diska s'pë di? Thuj. Se e për bat ty t'i vljurë, se ditas. Bëdë? Alo? Alo, ej! Alo, shabone! E vljurë, s'ka me bo bre, këta farë masaza, s'ka pësu kësu kem diska paset? Po, masaj, bre! Po, qysë masaj? Masaj më mbo! A mesaz pe telefonit a masaj? O, jo masaj, far telefoni, bre, qa kije? A mi... Qysë a masaj, a mesaz? O, masaj është më të bua në trup, o, i zemër! Paset masaj. Krem për masaj. Thuj dhe për paset me bon trup diska. Po! Qysë me bon? Ja bojna ta blej kremin, në ne? Po? Edhe ja bon me dur, për Me dur? Po, ta na ta epi dhe një të hollujs. Të lujt? Po, edhe i jalë shumë. Ej, ora mosh! A mi bleva banuanat? Po, këse, a të vot së një djeta kërkonis vis me t'i pru dhe qurës? Qfar qurës, mor qfar vot, kom thonë vota! E këse banë atë? Po njerëzit i boj, nun e ti! Ty dhe zonë e bëj vota? Po dhe? A bë t'i vota? Jo më reve... O bojnë, krejt bojnë, a i bile dy i bojnë! Po, ani hajse për marrë që të vocat e këty në thëkve të me për vi, po këse kem papan, paset një farë masazë, diska me talojës, me të prek një për spinë. Mos më thuj masazh tajlandeze është ajo! O, zemra jam, hajde ma shpejt bjerma! Me kas! Me tali me kas! Ani me kas, o, so e mirë është! Dhe ani ku me djetë? Po, hajde ti, mune jo kom hi në banju ju më gjakoze. E hajde bjerma ko. Ku i e? Në gjakozi, bre zemër. Për të dhe ma halë se s'pëndjetë. Gjakozi është banjo e mbushur me ujë dhe ujë i bon këll. Kësë dy mbanjë të asën me orda. Po, hajde që aty ta kumblo ndirën qelik, hajde zemre ma shpejt. Pas papë më mësirë me s'ku në banjë me mja, po me talëtis. Jes, po vjen të jetë. Ej, të po vishë. Këvon kanë të bëra bobës, dhe më! Hajt, del babo 700 e hongshin. Barë bobës me frrrr! Ja frrrr të koftë edhe ty që thojnë. Më thoj! Po ti pa shanë, bab! Ty më shme bobën! Po më ke thonë, më smjallon të shalën kërkuj qenë. Po në kom në kërkuj, me bobës nuk për me tho. O kry, pro. Frrrr, pro. U habita babëm farë që thojnë.
Pa unë gjesh se... Që të sëmë pa unë gjesh jo. Hajtë, përvu. Me mirë është përbëtha ja babosh. Që shdosh. Vallohi po, se po kruhna dishka. Që shje e kelmenda jesh nësh. A njëra hatë që no. Së shpi... Që shkesha daleti. Ma qiti gazin. Së shpini ju kelmen të lahile. Kalablak jem na shumë jem. Ja e di fora ke që shtohet që thonë. Fora ke që... Jo, po jem fora me vjetër shqiptari. E di vallohi, deshta me tërë. A pritën me makro shpinën se ta nxoh edhe babën. Ma posht, jaronit. Pak ma posht qena. Qashtu. Ja, silip. Vallohi. Ska në orë më këtë? Po i në orë dhe për që ta qerë dhe. Që ta shvjen. O, validator. Ja, bre, s'pëdim e thirë ti. O, validator. A po shë mujtë? Basa mujtë, a ti të elpin këtu, a? Po bre, zotje në erë një qike vogël, malanu dhe vallahi. Ani më s'ja shkojsh, të vës elpini. Ma po shë mujtë? Qëshje? Qëshje me shlirë? A po një mirë? Mirë. Ka faqë tashti? Mirë, po së të mirë jena, këti matë mole dhe matë vogël. Qka dullë sonë të këtu, pra, babosha? Po më ka zënë drejtë se një jasin i konë. E këna gjellë një parti. Qa keni bo? E këna gjellë një parti. Apo thë të këna qili parti? Ho. Malla për ta thishe bre ti pasha zotin. Ska po thë bat? Po thët e këna qelë një parti, burlem të hapit shkretë. Qa parti e ke qilë, babosh? Partia është Babosh, që është farë partia ka amnin? Qa po thët bre burë? E shfar partije burë kja qka on kja? Partia e por e plezve popullor. Partia e por e plezve popullor. Hajde, de. Kune keni kujtarë, babush? E kena Qa po thët bre? Po thët e kena se dim hala kësho kretar burë. Nuk e njeni, ja? Jo, se shumë jem burë. Sa në talin një të familjes, s'keqin i gjallë të ashtë i patës? Vallohi, 4 milion jem rrethi ngosht burë. 4 milion ju? Po. Familja juj? Po. Në Facebook. Babush, po, pse bashkë me për këtë partinë, këtë peha? Këtë zanët e mja vëllojnë me për. Për shamull, babush? Për shamull, për të diti. Kush? Për të diti. Me është ajo bas, Mercedes. Ja, për të diti. A Mercedes që orë vënd për të diti në këna po vetë. Pita, puzka, pelja, kërëzot tjetë të me pantilioni. Ja kolli me kjo. Kolli me kjo, ma kolli. Publi, voja s'ka. Pula, mirë më unë, me për është parja, po jo, ka më të mjë se parja. Në s'ka nevoj ma shumë. S'ka nevoj, nuk ka nevoj ma shumë. S'ka nevoj, babush. Ja, pjeska. Babush, ka po financon ju? Me ha partinë e juj? Po, në kena biznisin tërë. Po, që në herë, njerëve e vënë ko me lesë. Qka po thëtë një mama pak shtë pacë? Pa tje edhe leshin s'pe merë vesh ashtë atë që në hangshin burë. S'pe marë vesh dhe qka po thëtë? Me lesh po thëtë janë kon njerës të në herë. Po. E të dignit a kon mirë vetë, po verës ka po shumë vetë. Verës po thëtë zhegu, zhegeqin a palishatu, ka të pa merë vesh ajo. E dimnit ma flat, po tani baba kalzaj baba. Po, babush? Po. Vala, më shërdove, lem të haqit shkret. Pa se hanë ma vone, po s'ka tha? Nga që ka pa të kalzaj. S'ka tha? Na kem njetë burë me orë këtë për ditë që thojnë. Në mision? Po. Sa ko keq me orë një dijavë të na e këshem su gjuhen, edhe s'ma kështë tesh që është të heqë burë vala. Po, pas me marrë vesh marrë pas. Jepja pak edhe babës. Jepja pak babës. Luj, lijet ta lujmë që pas. Më dhënë e hanë. Po mirë.
Po bac? Në vë kjo e mera për. Allah së pa foli ku me shatë skretën. Po babush? Shka po? Te biznesi kjo, te parë, te financimi juj. Te parë, të vetë parë tënë e kanë pas zbulu kosën. E kanë pas zbulu se puna lirë, se shmoshin e këzin me kosë, po shmoshin të kasë me kosë. Po, tani ma vënë e kanë pas zbulu dobnin. Me dobnin, pa robin më ke vikën ka shmuj ka me vetë. Tani këtë ma vënë e kanë pas zbulu vikën e rrungë. Vish ka pa thëtë për basë tu, dejte... Këtu në herë burë janë kole shato ka gjinja. Ti si juj? Po edhe gratë burë janë këtë lehta. Ska pa thu bre? Po? E babgjyshi jem ka vendosë, ka zbulu kosën, mja vletu pak burëv. Kosën? Kosën, po gjë mirë, rujke kosa, po do dhe në intime që po thëtë boba s'hike shreta. To gutë shka i ke dëra kreta, pa mërvesha jë. Po, kosa? E masanej, boba, vendosi burë zbulej drapnin që thoi. Boba drapnin zbulej? Pa petë shike, ku angosh drapnin që thoi. Po ma hitër valohi? Mare burë që thoi, se të njëh edhe babën që thoi burë. Ku pe hanke mare burë, dreshi, leshi, kusht mangosh pa deke. E mas drapnit vendosëm, nona këtije zbulej brishin e ruzës që thoi. Kush? Nona jem. Nona jote? Nona mërtha, ule ma dorë. Nona mërtha? Ka me resha jo. Nona mërtha? Po, kalzaj babë. Po, nona ka pas zbulu brishin e ruzës. Po, përse një lesho me nonëm, o të këtë jalon me të miqë dhe ka pas dhe në brisë, ka kone ruzë, ka më mërë. Qështë ta pas? Non, me jalon briskit nëmën të nonës. Emnin ja përmenshin shkollë, fëmija nonës. Edhe i vike i nati babës. E ka pas një vlake, ka pas emrin Rostem, burë. E jalem nëmën ti briskit, briski rozës, burë. A, rujke halë që thërë. Da një këtë më vënë e këmë pas vëllu vëllitin. Po, vëllitin më ru, po s'moshin gro, se gënina moshin më ru, kësaj s'moshin, a më me, tani më vënë këtë dollë jem, e ka pas vëllu një vënë në kote, nuk, a pas kose la mëte. Briski ruzës, burë, a konë saksalem që thënë për gratë s'dishin më ru me tarë lema, pa mërvesha jë, salato bëjshin burë. Në kitonë rrujshin me djatën mirë, a kënej, këllomu bëjke burë. Edhe? Masanej, për mja vletu grove burë, vendosi baba e zbulej zhëletën që thënë. Baba zbulej zhëletën? Po edhe zhëleta shkret, u preshin gratë me tonë. Zdi ka dull kjo mod burë mi ru komë sa kokor, e u preshin komve. E një kohë tani nësi shkollunë si në ushtetin e Firlondës. Ku bac? Në ushtetin e Firlondës. Cilin? Në Harvard. Ku bac? Në që tjetëri për së mpja që la jemni, në për mërvesha jë. A në Harvard a në Cambridge i kondi? Cambridge që për, Cambridge po. Cambridge ki? Jo bërën që tonë për së mpja që la i shkretit. O bac. Edhe po? Edhe unë si intelektual. Si qka? Si intelektual i shkollu. Si qka për thu bac? Vala thima ki pa shazot. Si qka për thu Allah ide? Si intelektual burë. Nuk pja qetë, babu, se për thëtë? Si intelektual. Intelektual? Po? Që shkeshe e daletin. E zbolova burë një farnuk që i shkollu. Konë kimës për të ljoke burë. Ska po thu bre? A shazotin po burë. A, e kishti atë fërë nuk që jalon trega. Po, ko që shpashitet burë, në s'pëdu mi bane klabë që thojnë televizion t'jojnë. Po? Na i ma bosi blenë me kima burë të na Ska po thu bre? Ne ma bosi, te e ka mu të në imi, te nuk ka të, e ka gjithën të. E të si, vaj, A ko qitë, baba, pret pak shlirohet tash. Babush, na lalë, 3, 4, 2, 1, pashkar. A ko të si, vaj, miri, ka të me qyta, e mu shka dalë vëkime. Qka tha bre burë? Na imi ka ble noksh të na burë. Po? Se spidaj ke kimet se di burë, i kështu më së madaleti. Zare ka hongër na jokra ko i vogël shëjtoni. Edhe? Që kesa daleti.
Po bat? Erë unë se kreva shkollën, tha la hele burë, amon me ma qitë fare leshtin, thash po burë. E ashku e ka mora ly krejt shejtoni, I ka ro dënë të, ka po mërvesh, ka habit, e to thirë mihri jaro me kryen tonë, to sa da deta me të stërë shejtoni. Ska po thu bre, I fort në më thonë këj. Qa që I fort që është? Mirë, pas një biznis për porë, pas e kështë për parti. Ska po thetë për porës? 10% shkat na vjen, shkat shitet na vjen neve, na veç rrimo, sa mirë. Në përcini ju? Mirë. E ta shtin zirët në më hinja, po? E kemi problem. Qa probleme ki bas? Që? Qa probleme ki bas se na ime të... E ka me sekunda, 4, 3, 2, 1, po shko. Po, e kemi një problem. Ha, bas. Pa me janë gjallë, po nuk janë shkru. Qa e problemi bo me shkru, edhe dyta me në registrru partinë se s'pë në registrujt. Qa po thët bre? I jem gjallë, babe, babgjëshë plot na që jem. Sëra bo lufta parë, botnore, dytë na kanë hub dokumentat. Janë kallë. E pe kem zërë mu registru partinë. Jo, ka laj më në shkollin në këtë zhe dhe po në registrimin. Po ka laj po gjysh, s'ka me bo. Në registru bac? Po jo ma, më në shte me me registru. Ja, unë s'me registru parti, ja më nuk me më. Ja, më në, apo shkan. Ja, s'pas më nuk moj, pas mjera me këtë punë më nëne? Ja, më shkan. Po nuk registroj më. Ja, shkoj, po për pas shkoj. Po, u kry. Jo, më shkoj unë. Sa kime premtu, babo. Premtimet, babo, se ti një premtimet dhe një përshkoj. Me premtu? Po, premtoni herë. Me shkom. Që pas shkom? Qa shte bëllë është, veç vitur që ti bëllë është? Ma bori me votu, dhe Skanderbeu me votu. Ba? Me votu, Zabaletinë me votu, Roman Bëlluzën, Azem Galisën, këtë me votu. Da të sajnë gërëm, da të sajnë... Da të prizën, in presidenten, in Wilson 8, in bewegung getrennt, vor 3 Millionen Dollar, der Ausland, und der bitte, Voi pa na rrugë fëshret të pija. Hej! Ku mi dojë për fëshret të? Dhe me fëshret të dora me qivajë. Në me qapem. Pa për qenë në mojë. Hajde ma gjallë, bravo! Gotë pas gote, në shkojnata, zjoson të timoj, zemër grata. Këngë pas këngë, në shkoj dita, ty të desta e ty të prita. Qoje kokën e mos u dorëzo, edhe njëherë shpirto ti këndo. Në të në të bashku kemi kalu, se shumë halene I kemi haru. Na shkojnata, që shuti moj zemër grata. Këngë pas këngë, që li drita, ty të deshta e ty të prita. Qoje kokën e mos u dorëzo, edhe një këngë shpirto ti këndo. Në të në të bashku kemi kalu, se shumë halene I kemi haru. Besoj që jeni të kaluar momentet mira me aktorët të prallë me të panë. Dil presen. O najnë bete kërina, o najnë bete të lutë. Me së më hajtë dhe do javë se kam punë që të une. Zonat! Qysh? Këkës po zonat! Kusho zona? Zonat I
Ta futa më shumë plak, shkova se sa. Në bete rejo që tu. Lem se nuk kam koha shqiptar. O najnë ka koha. O ka fol çka ki, çfarë holle ki? Lut në rejo që tu. Ha, fol çka ki tash ti. Unë ke dol. Elpije pak këto. Unë ka shku të kon të tile. Të kush? Të tile. Të Adili? O najnë ka tile. Të kush pro? Të tile. Të Fadili, u bo Fadili. O najnë Fadili, po të tile. Të Dielli? Po, të Viste tile. po kalzo bre, edhe? Po, edhe ka shtrea unë që të tile. Ishtre? E ka qitë në sysat, e ka li trupin me dishka, e ka ri që të kari. Kush? Unë e ka ri që të. Qa ke po? Unë e ka ri në që të dila. Ka... Tu nejt! Po! Përme se më shakri se më të bajka ona E tane? Po! Unë të kari që të tilat. Po dhe ta shemura vesh, ju kari, po tu nejt, o birë se më hongre, tu nejt. O, ju kani tu nejt u birë si më hongre. Okej, a këshë mirë? Valla ju gjemanis më fol. Fol, okej. A unë që shka konë që të tilat, Po? viç ku kanine dhe shka të bo... Shuj mare, ej. Shuj mare, të rjashtë. O, nan! Unë ka kazoj dhe shka! Kalzo, të se jenë në mision, nuk kalzo. Unë ishe kolethja, nuk është ko gjo keq! O, su kesh për mirë, për zban këtu, hajde. O, nan, bete! Unë e të është mirë! Edhe e ka bo dhe shka... O, shuj, o, të vro. O, nan! Po nuk banë mare këtu, që është i farzona shka. O, nan, se nuk ko gjo e keqe! Unë e po dalë t'i kalzo, O, nan, të lutem, hajde qëto. Eve ka bod një dishka që shto, eve tane, unë e ka shku, eve ka mor. Kun më ke mor? Qëto! Shka ke mëraj? Ka kone dishka, e vogel. Po i vogel, për shka? Me lesh. Me lesh? Po? Naj. Po mësëm... Ka kone... Mos se jena në mision. Unë s'ka kolidhje si mision. Ale ka mërë dishka me lesh, ka kon e but. Ua, të mëron këta i zëtë, po hezë sa. Më më së farpani dhe e që i but. Hezë të për jashtë. O beta, për të ka zona. Eve ka pas me besh. Ua, ku. Shuj, mëre, shuj. Marketing, shkojnë në marketing. O, nënë, s'ka marketing. Marketing. Mësëm, folë në emision me besh, pelesh. Mësë falë në emision. Aden të se të gjimani, është kulturë me mërë që to. Në gjimani, këtu të mjë drungu atje kulturë. Lemës bajka orë, hetë të për jashtë. Për shasote, po. Nësë ma përzi me Gjermani se tu jenë Kosovë, këtu të hinë hunë shqiptare. O, nënë, për shasote jo, e ka konë dishka i mirë. Po i mirë të unë për shuj. Me lesh, i but, me bishto. Eve tane, a i ka bo qështu. Shuj. Ka kone qana e vokal. Me lesh. Eve? A për qanë të më kalzu që një uri, ha? Leve, mos bëhe kohë, për. Prete të lutem, nuk ka kone qena më të mëve, ajo qena mëve që ka bune një qena më të vogël, që ka konë? Bubi! Bubi! Që ka konë? Eve tane, se më shëruve. a ka konë me gjina, me la që ka bu dhe kosh, e tane, unë e ka shku katole, e ka mërë qana, e tash, ka dosht me qu, atje të shpia mu. Po? Te ogja a mu. Po, te ogja ytë. E tani, une ka katut piqikave të ogja mu, se ato janë të keqe, ma bojnë dhe qka bubin e mu. Që e kam po bubit? E ta shprej të kazoj. Karzoma. E une ka njës katole. Ka ecna. Po? Ka ecna. Tu eci, po? Katole. Mos të këse paket qështu. Ka shtina kryna qëto. Ka këshirë që to s'ka kokë kësh. Po? Ka këshirë që to s'ka kokë kësh. Po? Ka këshirë që to s'ka kokë kësh. Eve ka ecna. Eve tani qëto kone dëshka. Se one ka duf me qel. Po, Drejtore. Ona e që se për njën dhe kësh ma mërin qanë. Eve tani, one ka shku, është në dëshka se e ka qel për qishto. Qështu e qishtë, shka vështë ja? Ose më në shishtë me qelë. Dira është bre, po? Eve ka konë, dira panjos. E une, ka dosht kështu, ka thonë, hajtë më mirë qështu se të një këkosh. E ka shti Pitë, ka bo një bajtë. Ishte më shpak, ka bo. Eve ka këshyrë.
S'ka kun këkosh. Banjo. Ka morë qenat, e kalon aty. Bubin. Po buba me qena, e kalon aty të për me lo. E tani ku ka qyrë s'ka pot shapuna. Edhe katole, ka dole qështu. Ka ngoti shkollat nëllë me shku, të goti dy. Tani e ka morë shapunat, edhe kur ka ardhe po shto që. Qka o bobre? S'ka ko qena mu. Ku i shkon qeni? Ha, ta rejnë të ta shku që i bubin të përshuj. E dijone. He, më të bajka ora, edhe? Ajo s'ka ka kuna ty. Kur? E vone, ka qene. Ku i shkon? Kur te ka pone maqin. Kun? Që ka mo? Maqin aty, ka shti qenat, edhe ka bo centrifuga. Ka shti qenat në maqin? E tani, unë ka këp maqinen, e ka nge kësho, ving. E ka put bishtin e maqines, edhe ka qela to, e ka mërë qenët e mu. E mu e qenit, ha? Mi që ka put bishtin pak. Qenit? Najnë bite e kanë put bishtin qenit. A do në bisht, së kem në këtu bishta? Unë ja ka lidh bishtin, atë, me në dëshka se e ka vim të bishtin. I ka vim bishtin, po ta futi shë plaktit në tokë. Devës majkore, po? E tash, unë e mu, s'ka ka këtësan me që qenën e mu të oqa mu, se ata kriminell ka dosh me më mujtë buben. Qo marë qenë më të bajkore, qo të qenë? Te dosh me më një mu bete. Qa më t'i pone? Me më rujtë mu qenën, se unë e kalon qenën që ta shvet, ta ajo miko qenë. Me ta rujtë bubin ty? Po se unë e kalon atë buben, e kalon taj mjeki bubav. Po të mjeki qenëve? Po, e tani. Stomatologu, po e ti e ti? Jo më skakologu. Ani? Mjeku i koshve, pediatr, po për pediatr. Unë pediatr, e kone veterina. E kështi veterina? Unë veterina, po veterina. Veteri me të të një dhe dorë? Unë veteri me kështu ha. A normal në kështi në veterin? Unë veterinari. Veterinari, po. Tash, të kështë të më në mu, me morë mu, e më rujtë qenin e mu. Që po unë ta moj qenin, unë ta moj qenin. Unë ta ruj, po qështë të jap me hangër ushqime, po unë ta ruj qenin. Pa sa zotin ta thef qafën, po, ta ruj. A ka ruj qenin? Po qështë ta ruj për qenin? Bravo! Unë i du kafshti, du. Për në me? I du mërë kafshti që, i thiri me hangër buka i bëjnë këtu. Ku të vjenë që të t'ja rasi shkele që nuk e shemo. Gjirë marë për jashtë, bajnë. Kaj që to? Shka ki? Të s'ka këtën, me prish mu pubin teme. Jes të prish të ruj, Kaj, ju pret, se këtë njërat të Kosovo kanë dollë, dikon me qishto kanë qidurat, edhe ka thonë. Une të premtoj se do të bëj 100 milion me vena puna. Rënë është kjo? Ka rejt, po. E one këdo me premtu dhe shka. Qka me premtu një hajde? Krip njërat, dhe të me konë të mirë. Po. Okej. Eve do të me dollë me bu votën e vetë. Po. Okej. E one ka premtoj se që sene ka me ble këtë fëmijave të botës të Kosova, eve krip njërat dhe të me dosh qenat, me dosh bubat, one ka japi dhe buk për qenat, edhe për bubat. Që ta ka premtoj me? Vita, kimi vetu në zjedhja që. Parlamentere. Vita në trash të thurës, hajde hetë. Okej, hajde. Jemi rikthyer për herë të fundit në emisionin tonë Prallë me të Panë për t'ju falenderuar. E falenderojmë ata që na bën bukur mu dhe Shqipëri Kelmenin dhe aktorë tjerë salonin e undulimit VIP Tirana në pejton të Prishtinës. Falenderoj shumë VIP Tirana për grimin e juaj. I falenderojmë edhe një herë të gjithë ata që mundsuan realizimin e këtij emisioni Prallë me të Panë, duke filluar nga mysafirët, aktorët e mrekullueshëm Bendin dhe Shqipëri Kelmenin. Shihemi javën e ardhshme, natën e mirë dhe miru pafshim. Natën e mirë.
që lypi punën e puna sot më ik mu. Pak malshojnë mjek rrëdhe pse më ti jam rru. Edhe si dritën bohë teta